sot po prezentoj para jush rezultatet e 100 ditëshit të parë të mandatit qeverisës së Ministrisë së Digitalizimit dhe Administratës Publike. 100 ditëshit që u përmbyll të premten është një periudhë e shkurtër kohore, por janë bërë hapa konkret dhe të rëndësishëm drejt transformimit të administratës publike, avancimit të shtetit digital dhe forcimit të kapaciteteve institucionale të Republikës së Kosovës. Që në ditët e para kemi vendosur një vizion qartë. Institucionet duhet të funksionojnë më shpejt, më thjesht dhe më afër qytetarit. Për ne digitalizimi nuk është vetëm modernizim teknologjik, por mënyrë për të rritur efikasitetin, transparencën dhe besimin në institucione. Në këto 100 ditë kemi kaluar nga planifikimi në zbatim. Kemi nisur reforma konkrete që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve, kemi avancuar sigurinë kibernetike, kemi ndërtuar bazat e infrastrukturës moderne digitale dhe kemi forcuar partneritete strategjike ndërkombëtare. Dua të theksoj se këto rezultate janë arritur një periudhë kur Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, si një ministri e re, ka kaluar paralelisht edhe procesin e konsolidimit institucional dhe funksionalizimit të strukturave të saj. Përkundër kësaj, kemi arritur të ndërtojmë ritëm të shpejt pune dhe të nisim e avancojmë në reforma, iniciativa dhe projekte konkrete me ndikim të drejt për drejt për qytetarët dhe institucionet tonë. Do të kaloj në disa prej iniciativave dhe reformave kyçe, të cilë kanë filluar dhe janë avancuar gjatë kësaj periudhe. Në fushën e digitalizimit, ne kemi avancuar me një nga reformat kyçe që kemi filluar vitin e kaluar. Vitin e kaluar pa të mblansu qasjen e ofrimit të integruar të shërbimeve bazuar në ngjarje jetësore në komunën e Ferizajit dhe Gjilanit, është fjala për ngjarjen jetësore të lindjes fëmijës, kurse si vjet kjo reformë ushtri edhe në komunën e Prishtinës dhe është duke vazhduar edhe në komunat e tjera. Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Po ashtu, kjo reformë është duke u vazhduar tash edhe me 3 ngjarje jetësore dhe tashmë kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndërimit të adresës së banimit. Pritet që projekti dhe hapat konkret pra të zbatimit të fillojnë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës. Po ashtu, ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të fillojë zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. E-Kosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar. Po ashtu në fillim të qershorit fillon edhe zhvillimi i platformës mbarë qeveritare ose Whole of Government Platform që mundëson avancimin e proceseve të brendshme të administratës publike në aspekt të menaxhimit të strategjive, planeve të veprimit dhe do të mundësoj integrimin e sistemeve të brendshme siç janë sistemi i financave, burimeve njerëzore, pagave, aseteve, si dhe legjislacionit, e krejt kjo me qëllim të avancimit të planifikimit, të mbikëqyrjes së ekzekutimit dhe të politikbërjes bazuar në të dhëna. Në fillim të mandatit të kësaj qeverie, në Kuvend u ratifikua marrëveshja ndërkombëtare me Bankën Botërore për projektin Kompas, e cila është e paraparë për të ndihmuar avancimin e sistemit shëndetësor në veçanti në komponentin e dytë përmes digitalizimit. Dhe ne tashmë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kemi filluar aktivitetet në kuadër të projekti gjithëpërfshirës dhe deri në periudhën 3 vjeçare sa zgjat ky projekt do të përfundohen 14 komponente nga i tërë ekosistemi i sistemit të informacionit shëndetësor. Po ashtu kemi përfunduar fazën e parë të katalogut shtetëror të të dhënave, ku tashmë janë të lidhur 5 regjistrat kyç të shtetit. Ky katalog është shumë i rëndësishëm për shkak se krijon bazën për përdorimin e inteligjencës artificiale në rastet e përdorimit në administratën publike.
Po ashtu këtë javë fillon zhvillimi I kornizës nacionale të interoperabilitetit, si dhe dizajnimi I platformës së re të interoperabilitetit, pra të gjeneratës së re. Na tashmë kemi një platformë ekzistuese të interoperabilitetit, që përmes cilës janë të lidhur 50 regjistra të shtetit, po përmes platformës së re të interoperabilitetit do të kalojmë në një nivel, ta ngrisim pra interoperabilitetin në një nivel tjetër. Tashmë kanë filluar edhe proceset për zhvillimin e portalit të dhënave të hapura me qëllim të rritjes së transparencës, por edhe krijimit të vlerës shtesë nga të dhënat publike. Po ashtu kemi mbledhur informata gjithëpërfshirëse për shërbimet administrative, tashmë nga 27 institucione qendrore qeveritare dhe është duke vazhduar procesi edhe për institucione tjera, me idenë që në qershor të filloj kontrata për zhvillimin e sistemit digital të katalogut të shërbimeve. Kjo është shumë e rëndësishme për planifikimin dhe prioritizimin e digitalizimit të shërbimeve. Nga aspekti infrastrukturës digjitale, kemi përfunduar dizajnin dhe specifika teknike për modernizimin e rrjetit qeveritar GovNet, si dhe jemi në finalizim me specifikat për tranzicion ndaj cloudit qeveritar hibrid dhe krijimin e qendrës së rimëkëmbjes nga fatkeqësi. Përmes këtij transformimi, pra, synojmë krijimin e një infrastrukture moderne, të sigurt dhe të shkallëzueshme për epokën e inteligjencës artificiale. Kemi siguruar një grant në vlerë prej $700.000 nga Korean Green Innovation Fund, që menaxhohet përmes Bankës Botërore, për forcimin e kapaciteteve inovuese dhe projekte të inteligjencës artificiale në administratën publike. Në kuadër të zboglimit të barës administrative, kemi përfunduar udhëzuesin për thjeshtimin e shërbimeve administrative, si dhe vlerësimin e ndikimit gjinor në të procesit të zboglimit të barës administrative, me synim që të kemi një administratë më efikase dhe më gjithëpërfshirëse. Në kuadër të mbështetjes së zhvillimit të ekonomisë digjitale, si dhe gjithëpërfshirjes digjitale, tashmë është implementuar rrjeti falas wireless përmes iniciativës Wi-Fi for Western Balkans në 8 komuna. Pra është përfunduar në Podujev, Gjilan, Ferizaj, Klin, Lipjan, Malishev, Junik dhe Vushtri. Kurse gjatë kësaj jave pritet shtrirja edhe në 8 komuna tjera, me synim që deri në fund të muajit gusht të përfshihen të gjitha 33 komunat që kanë aplikuar. Janë lansuar programe të reja trajnimit për studentë në fushën e inteligjencës artificiale, analitikës së të dhënave, teknologjisë cloud, administrimit të rrjeteve, si dhe shkatësive të buta. Gjithashtu, kemi përfunduar implementimin e laboratorit radiofrekuencor në kuadër të qendrës për ekselencë digjitale në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren. Ky laborator është shumë I rëndësishëm për shkak se krijon bazën për avancimin e menaxhimit të spektrit frekuencor dhe komunikimeve elektronike, që ndër të tjera ka rëndësi edhe në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Kemi finalizuar edhe implementimin e projektit për pikën e vetme të informacionit për komunikime elektronike, që përfshin sistemin WebGIS dhe avancimin e atlasit elektronik të Kosovës. Në ndërkohë, po përmbyllet faza e tretë e projektit për rrjetin e pavarur jo publik, 5G, në kuadër të Parkut të Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren, e ky projekt pritet të finalizohet në tërësi në muajin nëntor. Në fushën e sigurisë kibernetike, që siç e dimë është po ashtu një fushë shumë e rëndësishme, kemi përfunduar implementimin e fazës së parë të asaj që quhet Government SOC, ose qendrën së operacioneve të sigurisë në kuadër të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit. Ky sistem, pra kjo qendër, mundson monitorimin dhe reagimin ndaj kërcënimeve dhe incidenteve të sigurisë. Po ashtu kemi funksionalizuar laboratorin kibernetik apo Cyber Lab për Agjencinë e Sigurisë Kibernetike, si dhe kemi lansuar platformën e trajnimeve digjitale për siguri kibernetike për shërbyesit civil,
që realizohet në kuadër të Institutit të Kosovës për Administratë Publike, që po ashtu funksionon në kuadër të ministrisë tonë. Kur jemi te IKAP-i ka një dinamik të re të ofrimit të trajnimeve, vetëm gjatë këtyre 3 muajve të fundit janë organizuar 81 trajnime me rreth 2200 pjesëmarrës, dhe risia përmes programit që është zhvilluar për siguri kibernetike, pra përmes e-mësimit, kjo mënyrë e trajnimeve dhe mësimit të shtrihet edhe te programe tjera mësimore. Sa i përket reformës së administratës publike, në qeveri kemi aprovuar plotësim ndryshimin e ligjit për racionalizimin e agjensive ekzekutive dhe vendosjen e vijave të qarta të llogaridhënies. Përmes këtij procesi, 10 institucione të trashëgimisë kulturore konsolidohen në një institucion të vetëm, në ndërkohë kemi filluar edhe valin e të re të racionalizimit të agjensive që përfshin 5 ministri të reja. Po ashtu kemi filluar procesin e rekrutimeve sipas rregullores së re për procedurën e pranimit në shërbimin civil, e cila garanton më shumë transparencë dhe meritokraci përmes përzgjedhjes algoritmike të komisioneve të pranimit dhe bankës së re të pyetjeve të rekrutimit. Tashmë janë iniciuar 47 konkurse nga institucionet qendrore të administratës shtetërore, pra bazuar në rregulloren e re që ka hyrë në fuqi në fillim të këtij viti. Po ashtu kemi themeluar edhe Këshillin e Ministrave për reformën e administratës publike dhe strukturat përgjegjëse për koordinimin dhe monitorimin e reformës së administratës publike. Në fushën e infrastrukturës shtetërore, pra ministria jone ka në përgjegjësi edhe ndërtimin dhe menaxhimin e objekteve të qeverisë, kemi inauguruar objektin e ri qeveritar në kompleksin Prishtina e Re me një sipërfaqe prej 4682 metra katror, i cili është dhënë në shfrytëzim Agjencisë për Mbrojtjen e Informacionit të klasifikuar. Po ashtu kemi inauguruar edhe ndërtesën e re të administratës tatimore të Kosovës në Verit Mitrovicës, që do të shërbejë qytetarëve me kushte më të mira dhe shërbime më efikase. Në planin e bashkëpunimit ndërkombëtar kemi zhvilluar takime të rëndësishme të nivelit lart me partnerë strategjik në Republikën e Koresë, Japoni dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe me ambasadat partnere dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë. Kosova ka marrë pjesë aktive edhe në takimin e parë ministror të ministrave të administratës publike të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. I përmenda një numër të projekteve, iniciativave dhe reformave, edhe shumë nga këto projekte që i prezantuam sot janë bërë edhe po bëhen e po realizohen me mbështetjen e partnerëve tanë ndërkombëtar, duke përfshirë Bashkimin Evropian, Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermaninë, Luksemburgun, Japoninë, Korenë Jugore, Bankën Botërore dhe Agjencitë e Kombeve të Bashkuara. Për këtë mbështetje dhe partneritet të vazhdueshëm shprehim mirënjohjen dhe falënderimin tonë të sinqert. Rezultatet që prezantuam sot nuk janë vetëm procese administrative apo projekte teknike. Ato janë tregues konkret të drejtimit që kemi marrë si qeveri, drejt një administrate moderne, efikase dhe të orientuar nga qytetari, si dhe drejt një Kosove që ndërton zhvillimin e saj mbi inovacion, teknologji dhe qeverisje të mirë. Ky është vetëm fillimi i një transformimi rrënjësor që kemi nisur dhe për të cilin mbetemi plotësisht të përkushtuar.